Gjalli është, dhe me thonë, me 2-3 fjallë, problem me e kry. Unë e kam një ligjerat, e ku majtë në Kosovë është, në kuna për 1 orë e gjysë për dëgjallin, në që është mirë, kush ka mundësi me ndëgju, ka, po besoj që edhe ligjerat atjera të gjallarëve libra, njëri mund të informohet për dëgjallin. E pa e që duhet të njohim nga dëgjalli është, fillimisht të besojmë në dalën e tij, nga se për këtë ka lemru pejgamberi s.a.s. E dyta, mos ta përzim dëgjallin me gjëra që stekojnë dëgjallit. Për shembull, në ndonjë ka thonë dëgjalli është televizori. E çu televizori, po që ajo mball që është kafir, apo thot ata që janë kafir e mojnë. Që ka veç një sy, një sy se ka këtë një ballë e ka, po ata që një sy e ka, këse gjëra nuk bën me hinin këto gjëra. U dal këtu, është ky, ose kom pa në për internet disa serime, disa predikues që janë shqiptar, po predikues islam e lidhin dëgjallin me shtet caktuar, me ideologji caktuar, e lidhin dëgjallin për shembull me sistem caktuar, kjo gabim është. Duhet ta besojmë dëgjallin ashtu sikur na ka lajmëruar për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para. E dyta, duhet të njohemi, duhet të njihemi me fitnën e dëgjallit. Nga se këtu kemi 2 gjëra. Kemi dëgjallin dhe kemi sprovën e dëgjallit, apo? Andaj dëgjalli ta njohim si ka përshkruar dhe si ka paralajmëruar për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sprova e dëgjallit nuk ka dëgjalli. Dëgjalli është diçka tjetër, e sprova e dëgjallit është diçka tjetër. E çka është sprova e dëgjallit? Dëgjalli dhe sprova e tij janë kurdelaj. Por sprova ka mundësi me ndodh pa ardhur dëgjalli. Jon fuqin sikur ndodh kur vjen, por ka mundësi që edhe sot e kësaj dite sprova e dëgjallit është mesin tonë atë. Çysh është ajo? Dëgjalli e përdor fuqin për ta shndruar të vërtetën të pavërtetë. Apo e ka zjarin dorë, shkon te një katon atje, ju thot, ajo më në Zoti, fsjet e Zoti, i thot qiellit as i pikë si pas ulsha. Se Allah i jap këtë mundësi, me sprovu njerëzit. Andaj ja unon njerëzve furnizimin që t'ja u imponon mendimin. Prandaj edhe sot ka kështu. Ka shtete, ka individa, ka sisteme që e përdorin fuqinë për me ndryshuar realitetin. Andaj ata e përdorin argumentin e fuqisë, e jo fuqinë e argumentit. Dallon me përdor fuqinë e argumentit, edhe dallon me përdor argumentin e fuqisë. Çka nuk kupton kjo? Fuqia e argumentit është un kam argumente aq të fuqishme sa që janë ndrën mendën dikujt, jo për shkak të dhunës, por për shkak të fuqisë së argumenteve. Ndërsa argumenti i fuqisë është un s'kam asnjë argument me kadusun e kam mirë. Vetë pse më i fortë, ta mushi mendën ty apo. Apo e përdorimi i forcës për të imponu sistem, kultur, mendime është sprova e dëgjallit. Dhe shumë njerëz sot për shembull janë të mashtruar edhe mas kulturës, për shembull perëndimore, jo pse mbinën te. Po thot për shembull, çysh mos me pas bata mirë, çfarë kerri ka bëu? Po çka ka lidhje kerri me moral, me besim? Kerri diçka tjetër, tenko diçka tjetër e kështu me radhën. Andaj njerëzit përzin mes fuqisë edhe mes argumentit. Prandaj aftësia e njeriu për ta nda fuqinë nga vërtetësia, e vërteta diçka tjetër, edhe fuqia është diçka tjetër. Unë mund me qenë i fortë me muskuj këtë xhami që ka njerëzoj. Po nuk të mund se kur flasë ka mirë atë. Apo? E dëgjalli thot unë a jurzoj to me po, do me thonë start nëse ka mirë. Ç'kjo e dëgjalli? E përdor fuqinë për me bind se e ka mirë start vetë apo. Dhe kjo sprov nuk kanë me dal dëgjalli për me qenë aktive, kjo është sot aktive. Apo përdoret fuqia për të imponuar mendim, për të imponuar kulturë, për të imponuar civilizim e kështu me radhë. Prandaj dua të them që duhet të ruhemi nga sprova e dëgjallit që të vërtetën mos ta lidhim me fuqi, të vërtetën mos ta lidhim me pasuri, të vërtetën mos ta lidhim me zhvillim, por e vërtetë ta lidhim për diçka tjetër. Zhvillimi, teknologjia, shkenca, fuqia janë diçka tjetër. Pra këtë duhet ta njohim për dëgjallin dhe e treta që duhet ta njohim për dëgjallin është të informohemi për mjetet që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mbrojtjen kundër tij. Çka na ka thënë pejgamberi sallallahu të informohemi që të ruhemi nga sprova e tij dhe Allahu na lut mos provojmë na dalë të kona gjallë,
me kon të gatshëm edhe me mbrojt edhe nga personi I tij si person kur del. Mendoj që këtu janë informata të përgjithshme që është mirë mi pas parasysh kur të përgjigj. Përdyshe ka shumë çka më fol edhe për lindjen e tij, edhe për daljen e tij, edhe për esën e tij, edhe për sprovën e tij, edhe për luftat e tij, edhe për shëtitjet e tij, për botën, edhe për fuqinë e tij, edhe për daljen me Isa sa me këto janë pjesë që janë gjatë me shpjegoj, por mendoj që njëri ka mundësi mu informoj inshallah në vendet e tjera. Amin edhe ju.